Në shpirt, e kom dje ato. Edhe unë e kom lezu shumë për propagandën. Edhe ja kom dërgu poezit e mija që unë e kom mendu që janë materializura artistikisht. Edhe kanë fillu mu përkthy, kanë fillu mu shpërndane për faqet ndryshme. Edhe në farë mënyre leximi madh, përgatitja madhe edhe këto gjona ma kanë jep një farë vetbesimi si nëse në italian ose nëse në francez i ka gjitha gjonat. E mundet, pse ne nuk mundemi? Ne në vendin tonë kemi shumë talent. Kjo është gjakimi jam i shpirtënor. Poezi e thjeshtë, jo poezi që lexohet me një frymë. Do më thonë, nëse nuk është poezi elitare, ka vështirë të përkthehet. Ndërpres karrierën, bie fjala, kom qef dikush me konë me zotë sone, me konë ma e rirë sone, me në bo krenar ma shumë sone që kom bo vendin tim. Tash, a ti të regojmë disa prej poezive tua që jam? Do më thonë, këtu është shkrimtari Fejz Demir ka arritur të përkthehet në Spanjë, Itali, Francë, Meksik, në pikat shkurta, jënë përkthyer në disa shtete, dhe këtu botimet e mija kuptuat me inteligjencë artificiale, sfundmi ka qenë ora diku 3:45 të mëngjesit, ku më ka ardhur dhe lajmi përmes emailit, që shkrimet e tua janë botuar në Pakistan. Do më thonë, kjo është e fundit, edhe me thonë drejten, isha atë natë pa gjumë, isha të punu, edhe më gëzoj shumë fakti, sepse është një shtet që pak din për historinë e popullit tonë, pak din për artin tonë, ne duhet t'ja kumtojmë botës. Isha duke shiku edhe vetë, këto është edhe Qarshia e Gjakungës. Ata fotografinë garante kanë marrë prej interneti, besoj se kom dërgu veç librin edhe foton time, e kom nëj vetën mirë, do më thonë, jem nëj plëtsun, sepse është një vend që nuk e një fort historiografinë tonë, të popullit tonë, dhe ne duhet t'ja kumtojmë botës. Duhet t'i thojmë se ne jemi vend me vlera. Kur t'vjen një turist i huj në vendin tonë, nuk i këqyrë stambenet, ta këqyrë artin, ta këqyrë muzeun, ta këqyrë kulturën. Ishe vajzat tona që shkanë arrit në gjodo. Ishe sportistat tonë. Ti përkrajmë, ti cytim për para, ti foqezojmë, ti rritim vlerat. Sepse jemi vend me vlera. Patjetër. Fejz, e di që poezi po, që arri ta shpirtëroj fjallën, edhe arri ma shumë ta latoj fjallën, është poezia sepse disa autorë të huj më kanë thonë e ki poezinë shumë prekse. E ki poezinë shumë, dhe më thonë, duhet njëri me kalu shumë sita, shumë prejpeci për me, dhe më thonë, dhimbjen teme kom bo universale. Je mundu me çdo kusht, me shfaq. Me shfaq edhe bile e vrejnë edhe të botimet e mija, e vrejnë lampën, dhe më thonë që edhe pse është e zvetnu në drita, është një dritë që ka më ardhë. Dhe më thonë, kur se ku mu përshpresën, gjakimi ka qenë i përditshëm, edhe ku më thonë që gjdo problem që ku më pas, ose gjdo dhimbje që ku më pas, ku me këthy në artë.